fakti që është luftuar kundër autoritetit, e nga njerë është e domosdoshme. Shembull që kemi është situata këtu për 25 vjetësh. Por jo gjithmonë është e mirë. Edhe realiteti është që zakonisht në kohën e fundit autoriteti është luftuar në emrin e lirisë. Nuk është kjo një fjalë që tingëllon më mirë se sa nënshtrimi. Kushto të donte të janë tonte nën sëndimin e dikujt tjetër. Kushto të do të jetojnë në një botë ku dikush tjetër do të tregon çfarë duhet të bësh, çfarë nuk duhet të bësh, ku duhet të jetosh, si duhet të jetosh. A nuk do të ishte më mirë nëse ne ishim krejtësisht të lirë? Në këngën e tij të paharrueshme, Imaginon, John Lennon, një ndër 4 anëtarët të grupit muzikor The Beatles, u shpreh dëshirën për liri në këtë mënyrë. Keni gati? Që nuk e ka bërë në emrin e parajsës, ose ferit, as për një komë, apo për pasuri, as për një fe. Me një fjalë, Lenin kërkonte që ne të përfluturojmë një komë ku të gjitha autoritetet janë hequr në bindjen që individi o të jetë I lirë. Nëse ndihet I pangatëruar nga të tjerët, do të jetojnë në paqe dhe harmoni. Po ishte pikërisht një individ që e priste ata. Ai nuk e kuptonte që problemi I njerit nuk është autoritet, por njeriu në vetë. Kështu që ndërsa liria duke hequr çdo autoritet, në dukje, mund të na tërheq, është një Zot I rend, një siguri e rend. Bibla e parashëkonte pikërisht dëshirën për lirinë si betejë e fundit dhe themelore e njeriu në Psalmin 2. Thotë, pse zihen kombet dhe pse popullit kurdisin gjëra të kota. Mbretit e Dheut mblidhen dhe princat këshillohen bashkë kundër Zotit dhe të vajosurit të Tij. Duke thënë, lejti kaputin prangët e tyre dhe t'i heqin qafën litarët e tyre. Fjalët e urta 1:7 thotë, frika e Zotit është fillimi I njohjes. Në person tjetër e ka interpretuar të varg si ka një Zot dhe ti nuk je ai. Nëse pranon
mendojmë që ka një Zot dhe nuk jemi ai, duhet të kuptojmë si të jetojmë në drejtimin e autoritetin e Tij. Në 1 Pjetër 2:3, pjesa që ne kemi përsonte, na mëson si të jetojmë nën autoriteti që Zoti ka caktuar për popullin e Tij. Ai na tregon për 4 përgjegjësi që kemi. E para është nënshtrimi ndaj qeverisë. Pa diskutim, Pjetri po thotë që ne duhet të nënshtrohemi qeverisë, qoftë në nivelin kombëtar apo atë lokal. Të nënshtrohemi pak a shumë do të thotë të vendosim veten nën autoritetin e një tjetri për të bindur atyre. Nuk ka një çudi këtu. Por vini re që Pjetri përmend 2 herë bërjen e të mirës. Më falni, mund të shikoni këtu, ose tek fleta, për vargje ku jemi. Le të lexojmë vargje. Duke lexuar paragrafin e parë, nënshtrohuni pra për hir të Zotit që do të mbështeti njerëzor, qoftë mbreti, si më të lartit, qoftë qeveritarëve, si të dërguar prej Tij për të ndëshkuar keqbërësit dhe për të llogaruar ata që bëjnë të mirën. Sepse ky është vullneti i Perëndis, që ju, duke bërë mirë, të mbyllni gojën paditurisë së njerëzve të pamend. Silluni si njerëz të lirë, por jo duke përdorur lirinë si një pretekst për të munguar ligësinë, por si shërbëtar të Perëndis. Lëroni të gjithë, doni vëllazërinë, ndruani Perëndin, lëroni mbretin. Shikojmë në vargun 15 që vullneti i Perëndis është duke bërë mirë të mbyllë gojën e paditurisë. Për Pjetrin të nënshtrohemi dikujt nga perspektiva e Perëndis ka të bëjë jo vetëm me bindjen ndaj atij personi, por ka të bëjë me bërjen e të mirës, mund të themi duke bekuar tjetrin, gjithashtu. E tani ndryshe, lloji i nënshtrimit që Pjetri ka në mendje, nuk ka të bëjë thjesht me bindjen ndaj ligjeve dhe rregullave, por përfshin një hap më tenë, duke i bërë mirë shoqërisë në një mënyrë të tillë që është vënë re dhe qëndron se një dëshmi për besimin tonë tek Zoti. Kjo ide është përmendur një varg përpara paragrafit që kemi lexuar në vargun 12, që ju nuk keni, të thotë, sjellja juaj ndër paganët të jetë e mirë. Kështu edhe nëse ata ju përflasin si keqbërës, por të shohin veprat tuaja të mira, do të përdorojnë Perëndin në ditën e ardhjes së Tij. Tu Pjetri thjesht po përsëris mësimin e Jezusit vetë, kur ai tha në predikimin e Tij në Lav, kështu duhet të shndrisni drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe të përdorojnë atin tuaj që është në qiell. Si do të duket një vepër të tillë e mirë në ditën e sotme? Disa vjet më parë, një udhëheqës i një kishe këtu në Tiranë vendosi që të mbledh komshitë e tij për të pyetur për nevojat e lagjës së tyre. Ata u përgjigjen, ne kemi nevojë për një rrugë të shtruar. Kjo ndodhi kur shumë rrugët e Tiranës akoma ishin pa asfalt. Tani, për të bërë një rrugë të asfaltuar, nuk është një gjë e lirë o e lehtë. Por, pastori tha, në rregull. Dhe filloi të kërkonte për fonde dhe për ndihmë për të realizuar projektin, duke përfshirë edhe komshitë e lagjës,
vepra të mira vinë në madhësi dhe në forma të ndryshme. Apo jo? Për shembull, një gjë që gruaja ime bën për komshit tanë është që kur ajo bën një ëmbëlsirë, ajo është e njohur për gatimin, ajo e çon një pjesë komshinëve dhe miqve. Donjëherë do të preferoja që ajo të mos jetë kaq buljare, por aty që në biskote dhe ëmbëlsirët e saj na kanë ndihmuar për të evituar marrëdhënie të mira me ata, derisa të kemi një mundësi të ndajmë jo vetëm gjërat e ëmbla, por edhe fjalën e Perëndis me ta. Pjesën tjetër, duke filluar me vargun 18, ka të bëjë me nënshtrimin ndaj zotërinjve. Por për shkak të kohës, sepse kemi shumë vonë, unë do të kaloj këtë. Më vjen keq, por do që ju të thoni zoti të përkohë. Mund të flasim pas nëse doni të bisedoni. Par tjetër ka shumë rëndësi, por thjesht nuk kemi kohë. Okay? Kështu që do të vazhdojmë me vargun 1 të kapitullit 3, kur mësojmë për nënshtrimin e grave ndaj bashkëshortëve të tyre. Vargjet e tjerë inkurajojnë gratë të nënshtrojnë burrave të tyre. Mendoj që nuk duhet të them që në shekullin 21, këto vargje ngrenë shumë reagime dhe pyetje për shkak të indikimit të feminizmit dhe të drejtave të femrave. Do të ishte kollaj të them të drejtën për mua të anashkalloj. Por kjo është e keqe kur ne vjen dakord të predikojmë nga një libër të tërë, edhe të sigurojmë që prekim çdo gjë. Nuk mund të anashkallojmë. Por me që janë në shkrimin e shenjtë, ne duhet të bisedojmë për këto dhe të përpiqemi të kuptojmë cili është vullneti i Zotit për ne ditën e sotme në këtë aspekt. Duhet të them gjithashtu që kjo që mësojmë këtu në një tjetri, nuk është një temë e prekur rrallë në shkrimin e shenjtë. Apostolli Paul jep mësime shumë të ngjashme tek 1 Korintusve 11 dhe 14, në Efesianëve 5, në Kolosianëve 3, në 1 Timoteu 2 dhe në Titit 2. Kështu që nuk është diçka që nuk është e rëndësishme për Perëndimin. Edhe kemi shumë mësime për ta, dhe të gjithë vinë dakord me njëri tjetrin. Duke studiuar pjesën le të lexojmë këtë. E keni lezur tekstin. Gjithashtu dhe ju gra, nënshtrojeni burrave tuaj, që edhe nëse disa nuk i bindin fjalës, të fitohen pa fjalë, nga sjellja e grave të tyre, ku të shohin sjelljen tuaj të lirë dhe me frikë. Stolia juaj të mos jetë e ngjashme. Të mos jetë e jashtme. Përshëtime i flokëve, stolisje me anar ose veshje me rroba të bukura. Por njeriu i fshehur i zemrës, me pastërtinë që nuk prishet të një shpirti të butë dhe të qetë, që ka vlerë të madhe përpara Perëndisë, sepse kështu stoliseshin dikur gratë e shenjtë që shpresonin në Perëndinë, duke i nënshtruar burrave të tyre, ashtu si Sara që i bindej Abrahamit duke e quajtur Zot. Bija të saj ju jeni në qoftë se bëni mirë dhe nuk tremboni nga frika. Nuk kam bërë diçka këtu që okay. Duke stuar pjesën për Sarën, kërkova nga
Sepse edhe pse jemi në një kohë të drejtave të femrave, akoma kemi qëndrime të tilla si meshkujt janë më të zgjuar se sa femrat. Meshkujt janë më të aftë se sa femrat. Meshkujt janë mund të marrin vendime më të mira se sa femrat. Meshkujt janë më të pjekur nga ana shpirtërore se sa femrat. Të gjitha femrat duhet të nënshtrohen të gjitha